Qytetarët vlonjat shprehen të alarmuar për cilësinë e produkteve që shiten në tregje pas rasteve të përsëritura të ngarkesave shqiptare me pesticide mbi normë të bllokuara në vendet e Bashkimit Evropian. Në përgjithësi janë të sigurta, jo vetëm perimet e fruta perimet, si me thanë, por edhe mishrat edhe të tjerat. Por ka një gjë që duhet ndërhyj shteti me këto matjet e helmeve që përdoren për fruta perimet e tjerë. Pra duhet të jetë laboratore, nuk bëhet kjo punë me amendje të njërit apo tjetrit. Duhet ndalur njëre mirë. Laboratori e sakson këtë. E din mirë agronomët. Pra ne kështu duhet bëhet. Ministria e Bujqësisë, ajo duhet të shpërndaj gjithë agronomët, ose të vendosen agronomët si që kanë qenë më përpara. S'ka qenë problem kjo në sistemin e kaluar, pse s'ka qenë do të thushti. Po se më përpara ne nuk ishim këto dyndje e bënim vetë. Pra frutat, specet, domatet, nuk e minim në Maqedonia dhe në atë tjeret. Tani Kroacia ka një standard europian, në prandaj ne na duket sikur po ndalon Kroacia. Nuk e dim se qa ham, nuk e dim se qa konsumojmë, megjithatë kontrolli duhet. Pse nuk duhet kontroll? Akuja, tash e dim vetë, këto janë ligjet e shtetit. Ato duhet ta vënë veten në përgjegjësi për këtë punë. Se pa bër testimin e çdo produkti asnjë nuk duhet të dalin në treg. Kështu që çfarë të themi ne më tepër kur ne konsumatorët venda sa të sigurt jemi në ato që konsumojmë. Tash çfarë do bëjmë? Çfarë do konsumojmë? Nga e keqja do i marrim. Ku ta dim? Nuk e dim. Dhe varet edhe nga ata që i prodhojnë, të jenë shumë të ndërgjegjshëm. Ndoshta e kanë edhe nga padituria për sasit që i hedhin atyre, kupton? Se atje ku e ble, ai duhet ti thot që kaq përqindjet nuk i din, ndoshta janë edhe pa shkollë, nuk i përllogaritin përqindjet dot ashtu siç duhet, sepse në 10 mililitra për shembull, ai thot me 20 kilogram ujë. Ai se mat fare, ja hedh bujku, kështu që akuja duhet jetë paktën kur del në prodhim duhet bëj analizat, duhet bëj depistim, duhet bëj kontroll. Janë shqiptarët, se këtu s'ka as kontroll, as shtet, as gjithë këtu jetojmë se na do Zoti të jetojmë. Se po sa desh Zoti na mirë dhe ne. Këtu gjithë janë me pesticide, çfarë do marrësh? Domaten? Ta hapësh brenda është dru. Speci, i kuqe, i bardhë, i zi që i kthejnë ata ndej vini shesin këtu prapë. Konsumojmë ne vetë? Qa konsumojmë ne? Se pensionista e 150.000 lek pension jetohet. Qa do bësh me të një uje, drita, ilagje. Shu që këtu jeton kod mirë bëjnë edhe të rinjë që ikin. Se këtu s'ka të ardhme. Po pse nuk bëjnë këto kontrolle që bëjnë? Kush do i bëj? Po ata ndidhur me këta. Kush do i bëj? Shteti? Ka shtet tu. Tu shteti ka rënë për tokë. Të pasigurt jemi, derisa ka ndalë me shumë, të pasigurt jemi. Nuk dim se çfarë ham. Po çfarë? Ku shndron? Po mendoj se duhet të kontrollojnë, të ketë sa më shumë kontrolle. Në ilaçet në gjitha që vinë, të ketë kontrolle sa më shumë. Sipas qytetarëve, pa kontrolle të repta dhe përgjegjësi nga institucionet, rreziku nuk ndalet në kufi, por përfundon në tryezën e çdo familje shqiptare. Ata kërkojnë më shumë transparencë dhe kontrolle të rregullta, duke theksuar se shëndeti i njerëzve duhet të jetë përparësi mbi çdo interes ekonomik.